më bia Nduena në Burg, më bie djali atje në Burg, më bie regjia në Burg. Unë dal para popullit tim dhe thëmë, e shikoni si funksionon drejtësia, këta po hanë dardha pas me. Dhe tërë duart rokasin, bravo! Në një shtet që ka demokraci funksionale, po flasim për Amerikën e gjitha që ka çeken balans të frikshëm. Flasim për Greqin. Do jetë e Miçotaji si dorëheqja nëse një ministër apo dy ministrat vet do i dilin korruptuar? Miçotaji si, jo ministra që po e po. Në çdo vend tjetër përveç Shqipërisë ka një vullnet general të përgjithshëm, ndonse edhe universal do ta quajmë kështu, që kur të ndodh një gjë brenda institucionit, brenda piramidës që ti udhëheq, padyshim akti dorëheqjes është i nënshkruar më parë. Nuk ka, dhe kjo është demokracia, që në momentin që të shket puna nga duart, nuk di të arish atë për cilën ti ke ardhur, është gjëja e parë që mund ndodh, largimi. Mirë, po këtu nuk ka vullnete të tilla. Nuk ka vullnete të tilla dhe të paktën sa kemi ne kohë në këtë lloj demokracie, nuk ka vullnete të tilla. Nuk mund të edhe nuk ka vullnete të tilla sepse dhe mënyra se si e shtrojmë në ndonjëherë, dorëheqja është ora duhet të largohesh. Dorëheqja është proces volitiv i brendshëm. Ky nuk e ka. Është vokacion. Po, atëherë duhet ta gjesh ti se si ta largosh këtë. Në momentin që ne nuk gjejmë dot për ta larguar këtë, këto prurje do jenë. Pa këtë lloj vullneti. Se krijohet vetë mënyra e sjelljes, është. Por kush e heq të keqen? Vetëm respektin e ligjit. Fare thjesht. Do ne kemi kaq gjëra të thjeshta të shkruara në ligj i dashur, sa nuk ka nevojë fare të interpretohen. Madje ndonjëherë arsyetimi mbi këto, interpretimi mbi këto, komentari mbi këto, më tepër i ngatron se sa i shtërron në kuptimin e qartësisë së gjës. Kemi akte shumë të bukura, shqip. Kemi akte së fundit tani, që janë në kuptimin e parafrimit ligjor, që janë thjesht të përkthyera, të cilat nuk të sjellin asnjë lloj kënaqësie, madje të lodhin duke e lexuar. Nuk sjellin asnjë lloj kënaqësie. Se edhe ligji ka poezinë e vet brenda. Ka letërsinë e vet brenda. Dhe njeriu duhet ta lexojë atë, se është një rregull që të kufizon. Por ama kur ai është i qetë, i pastër, ka melodi brenda, padyshim që njerëzit do ta respektojnë atë, se bashkohet edhe vullneti, edhe rregulli. Tu tek ne kanë filluar të ndryshojnë gjërat, duke filluar që nga reforma në drejtësi. Nduena mban mend kam qenë ndër të parë që e kuptova ç'do të thoshte të bëni këta, ç'deshin të bëni këta. Fakti që ndërhyjnë në kushtetutë për institucione të jashtëzakonshme, se nuk i kalonin dot me ligj të veçantë, e shpërbën frymën e kushtetutës. Sepse kushtetuta ka një rregull që brenda saj ngrihet një piramidë sa ligjore dhe ekzekutuese. Këto janë dy polet që bashkojnë kushtetutën për të treguar njerëzit që këta janë njerëzit që administrojnë dhe këta janë njerëzit që në funksion të administrimit dhe të kontrollit. Ajo check and balance. Po fute pasaj institucionet e tjera, qoftë të karakterit represiv, shtrëngues, fillon arrogancë pasaj. Kur pjesa më e madhe e kushtetutës përbëhet nga dispozita që flasin vetëm për organe të karakterit hetimor dhe gjyqësor, atëherë ndryshon natyra e kushtetutës. Mbaj mend para ca vitesh, nuk e di, kam në Nduenë, më duhet, i thash një njeri që vjen nga një botë tjetër moderne, merr Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, thotë, ta lexoj një herë në avion, pa ku shikon aty Spaku, gjykata posaçme këto. Ku jam? Po lexoj rregulloren e prokurorisë. Ku po vetëm? Unë po vetëm në një vend. Unë po vetëm në një vend që ka 4 dispozita për lirinë dhe kusuri, pjesa tjetër flasin vetëm për dhunën. Dhunën institucionale nëpërmjet hetimit dhe gjykimit. Atëherë ti e defytyron vendin në të cilin ndodhesh. Dhe vërtet kështu po ndodh. Do të thënë këta ndërmarrin akte sot për nesër, pa kuptuar që mbi këto mjete dhe instrumente njerëzit sigurojnë punën. Pa e kuptuar fare. Këta ndërmarrin akte pa i thënë njerëzve që shiko, unë me të vërtet po e prish të, po unë kam një projekt për këtë. Se kjo është vullnet qytetar. Ta prishi çdo gjë dhe kjo dhunë, çfarë do bjerë? Po padyshim do sjellë dhunë.
në momentin që dikush më i madhi, më i fuqishmi, përdor mekanizma arbitrar, çfarë mendon qytetari ignorant, çfarë do bëj? Ai ka dy momente. E para njëherë që është ignorant, dhe dyta e ka në gjenezë arbitraritetin. Po. Ne nuk na takon të jemi të tillë. Arsye për cilën ne ndryshojmë. Atëherë kur vjen një vend nëpërmjet zgjedhjeve, vjen një kast arbitrarësh që nuk din të përdorin vetë se presion mbi institucionet, po presion në presidentin të gjykatë. Po sovrani ku hyn tu avokat? Sovrani ku hyn? Po nuk kam më diskutim për sovran. Sovrani është ai që mban pushtetin këtu. Ka ndryshuar. Domethënë nuk janë sovran nuk është më ai që zgjedh. Jo, sovrani është ai që ka pushtetin. Do ka ndryshuar logjika. Albania 2025. Kjo është Albania 2025. Jemi para një diktature të re, dashur miq, na e sollet Enver Hoxhën, bravo i qoftë. Çfarë tona, po. Unë për shembull do të bëja Sokole një pyetje, se pres shumë nga Sokole, duke e njohur dhe karrierën e tij edhe njohjet e tij ligjore. Nëse zoti Veliaj nuk do të marrë të drejtë në gjykatën kushtetuese, nëse gjykata e lartë do të vendosi lirimin e tij nga qelia, nëse gjithmonë, a ka mundësi që zoti Veliaj të na surprizojë ne dhe shokët e tij të partisë duke shpallur një kandidaturë si i pavarur për zgjedhjet e Bashkisë Tiranës? Ka gjasa të ndodhe kjo? Ja. Se kjo është interesante edhe për shumë pyetje bukur. Faleminderit. S'm kisha vajt mendja. Edhe për politikën, po edhe për publikun, edhe për ata që votojnë tek aktorët, tek këngëtarët. Ju po më bëni pyetje për zotin Veliaj, ndoshta edhe mund ta kesh të sugjeruar atje që pyetja është shumë e bukur. Por unë do përpiqem është autentike. Jo, okej, dakor. Më besoj që kjo është pyetje duke njohur edhe ecurinë e veprimeve të tij para arrestimit, ti je i sigurt që unë kam komunikuar edhe me zotin Veliaj, 2-3 gjëra i mbaj mend. Kjo sapo na ka thonë tani që do bëhet tim Veliaj kur do të pavarur. Ta shohim. Unë do përpiqem të jap një përgjigje ndryshe nga ç'mund mbrojtja t'i thotë zot Veliaj. Gjykata e lartë në eksperiencën time të deri tanishme nuk merret nuk e ka tagën si çdo gjykatë tjetër të ndryshojë masa sigurimi. Ta keni të qartë? Madje nëse do hysh në detaje, nga struktura e posaçme në organin e hetimit deri te gjykata ka një rresht njerëzish që janë antar gjykatës lartë, të apelit dhe të gjykatës shkallës parë, që dosjet shkojnë te të njëjtë njerëz. Është normale kjo? Po kështu bie shorti. Okej. Po e quajmë shorti. S'kemi çfarë të bëjmë, goglave nuk kemi çfarë të bëjmë. Ta kanë ndërhyrë te kushtetutat, po ndërhyjnë te goglat, seriozisht e keni. Nuk ka shkaqe që ata konstatojnë që nuk ka shkaqe që gjykata e lartë mund të ndërhyjë, të ndryshojë masën. Kështu që kjo bëhet o në gjykatën shkallës parë, posaçme ose në. Kjo çështje penale do ajkon e vet. Do ishte në të mirë jo të zotit Veliaj, po do ishte në të mirë të ambientit politik dhe juridik, që gjykata kushtetuese, meqense e nismoi një ankim të tij kushtetues që lidhet me shkarkimin, të paktën të lindë një shije të mirë për kryetarët e bashkive të ardhshme. Ata që do të vinë. Ata që do vinë. Sepse kësaj radhe nuk mendoj që kjo gjykatë kushtetuese, që është tërësisht politike, se 3 përbërja vjen nga politika, mos harroni. Se gjërat shikohen në origjinë. Nuk mund të jap një përgjigje juridike në raport me shkarkimin politiko ose me ankimin politiko-juridik të Veliajit. Mirë? Nuk mund ta jap. Po të paktën ta jep të juridike, formalisht. Jo pak politike. juridike. Sakt. Edhe do ta kuartsonte gjendjen e saj. Ndërsa në raport me procesin penal, kjo a diskutim pasaj, mbrojtja e tij duhet të jetë shumë serioze që të artikulojë dhe të identifikojë realisht ato për çfarë ai dyshohet. Në sa dim ne ka kreu në dhomës avokatisë si avokat, kështu që besoj se Nuk dyshoj, prandaj edhe unë jam i rezervuar për të folur. Sakt. Është e kuptuar. Ne kemi titullin e puntades me juve, të episodit me juve, le ta quajmë.
se që intervista këto, kjo është një lloj podcasti televiziv që flasim gjithë bashkë, kush do shkarkohet, Begaj apo Veliaj? Se që është nisur për shkarkim. Po se Mbreti do gjakta, Robespieri do gjotinën. Tani, ky mbreti jonë, duhet di vetëm një gjë, dhe unë ja thëm mbretit, lutem, Robespieri dira gjotina vetë, bla, kështu që kujdes, mos me atës gjotinën. Mendon se kjo gjotinë, shiko, mua më shqetëson për post sarkazmës, se unë jam i mbushur me sarkazm, se juve thot një gjë shumë të bukur, ne qeshim se s'jam dot, jemi të pafuqishëm, unë të bashkohem në pafuqi. Jam thjesht spektator, duke pritur dhe mua të mbi kostra e drejtësisë së re, kush e di do të dalë një agenti i BIA sa në i KGB-s e gjithë me radhë. Mua më shqetëson, o miku jon, apatia e miletit. Se unë nuk e qoj elektoratë, kjo është milet, dashur pa dashur. Ka një postulat në politikë, në real politikë. Ne nuk i trembemi masës u rritur, ne i trembemi masës bashkuar. Me uri, na bën si plaçk lufta. 50.000 lek të vjetra një vot, 20.000 lek, do t'jap një punë, do t'jap 400.000 lek në bashki, majtas dhe djathtas. Po i fusim në një ngjyrë të kuqe politikën 34, sepse unë mendoj që Katovica, mund të qenë si duesh, është thjesht ekzistente pa shka se unë, juve, Anduena, s'kemi për të vërtetuar do të kur se jemi të pafuqishëm, e thamë në fillim. Por duke u nisur me logjik juridike, jurisprudence, duke u nisur nga krimi për të ngritur të gjithë strukturën se si ka shkuar deri te vrasja e demokracisë, mua më duket sigur këti populli ja kanë vrarë nervin fara. Dhe këta janë në një lloj agonie, tifozligu, koloseu modern, ku një herë në 2 vjet që bëhen zgjedhje, të gjithë rrifen me njëri tjetrin për të kapur një llokëm nga torta. Pra, me këtë popull, kur përmendet populli shqiptar, mua më kujtohet torta e 2012-s, që shkonin me Atë është e Kovac. parushme, është traumë në mendjen tonë. Në 2012, në 100 vjetor, vajte me Govat për të marrë tort. Është shumë interesante dhe është një pyetje që nuk e di, mund të jetë e shtrojnë tavolinë. Sot më bëj një pyetje, edhe më tha, sa beson të janë